kam pa të arsyeshme që t'i zgjidhim disa nga dilemat të përfaqura tani në publik ndaj figurës të Dritan Hoxhait, pasi që vetë kryeministri i Republikës së Shqipërisë Edi Rama në Facebookun e tij ka bërë një shënim zyrtar dhe ka bërë një shpalosje të dokumentit se në vërtet a është Dritan Hoxhai veteran që i ka shërbyer ushtrisë qërimtare të Kosovës. Dhe me atë ka publikuar edhe një dokument dhe dihet se fjala e kryeministit ka peshë publike dhe askush nuk është marrë me qëndrimet e tij dhe pretendimet se sa janë të vërteta ato. Pse e ka sforcuar teorinë se mund të lindin dyshime se në të vërtet a është Dritan Hoxhai veteran i rreshëm apo i origjinal, i vërtet këto mbetet të zgjidhen në gjykat, sepse në anë të ekspertizave përkatëse, kjo paditë do të zgjidhet dilemat që përfundimisht të kuptohet figura para luftës, domethënë shërbimi që ka dhënë kontributin në ushtrinë qërimtare të Kosovës. Po duke marrë parasysh se ndaj Dritan Hoxhës edhe organizata veteranëve të UÇK-s ka dalë edhe me një reagim, pasi që ai nuk ka aplikuar për status të veteranit, nuk ka kartel dhe në prononcimet e tyre kanë thënë se nuk dihet edhe vendi fronti i luftës ku ka luftuar. Janë këto dyshime, dilema që duhet t'i kuptojmë që nëpërmjet kanaleve ligjore të gjykatës të verifikojnë informacionet se në të vërtetë Dritan Hoxhai ai ka shërbyer luftës qërimtare të Kosovës, a ka qenë anëtar dhe më pas do të verifikojnë dokumentet dhe autoritetit i atij dokumenti ku kryeministri Rama e ka publikuar në faqen e tij zyrtare dhe kjo si rrjedhoj ka shtruar antagonizma në shoqëri për të kuptuar se në të vërtetë kush shifet mbrapa Dritan Hoxhës dhe unë e kam pa të arsyeshme që kjo padi do t'i zgjidhë përfundimisht dilemat dhe janë mekanizmat ligjor që do të sigurisht do të merret në pyetje edhe Dritan Hoxhai, do të shikohet arkivi dhe historia e tij para luftës se ka pas komandant për cilën zonë ka punuar dhe pse nuk është anëtar i organizatës të veteranëve të UÇK-s dhe pse nuk ka kartel dhe në rast se verifikohen, konstatohen gjërat të rreme, atëherë sigurisht janë pasojat penalltit ligjore që Dritan Hoxhai duhet të ndjeket edhe penalisht për deklarime të rreshme, por edhe t'i kërkon falje popullit të Kosovës se në rast se nuk i ka shërbyer ushtrisë qërimtare të Kosovës.